E kam parë botën të ndryshoj. Kur më gur, kohë pas kohe. Kam ecur mes njerëzish që kanë ndërtuar jo vetëm mure, por kanë krijuar fillime të reja. Ndërtesa u ngritën nga toka. E rrugët shtruan qytetet. Dhe ardhmja me qetësi filloi. Kam parë sfidat dhe mundësitë që presin. Në kohëra kur bota ishte e trazuar, dhe zemrat marrin peshën e heshtjes. Dhe gjesti më i vogël, një trëndafil, një shikim, mjaftonin për të rindërtuar diçka të humbur. Kam dëshmuar mrekullitë e teknologjive të reja. Në një çast të vetëm, një burim drite u bë një dritare për botën. Dhe bota nuk ishte më e njëjta. I kam parë të gjitha, në kohë të vështira e të mira. Një shkëndi shprese dhe forca për të qëndruar në këmbë, të vendosur për të nisur sërish. E kam parë të ardhmen të shndërrohet në të tashmen. Dhe teksa nevojat e njerëzve ndryshuan, ëndrat e tyre mbeten të njëjta. Një familje, një shtëpi, dikush që për kujdeset dhe është pranë teje, plot shpresë. Dhe sido që ta ndërtojmë të ardhmen, dikush do jetë gjithmonë këtu. Për këto 100 vite dhe për 100 të tjera, bë këtë, ne jemi gjithmonë këtu.